Unë ju thash që ne kemi kryeministë Llafazan, po nuk është i vetmi Llafazan, do më duroni dhe pak. Po lexoja lajm, edhe Ministri i Arsimit kishte mbajtur një fjalim, edhe po veçoj nga fjalimi i ministres. Ajo i quante ata që e kundërshtojnë këtë reformë të privilegjuar. Unë nuk e di, aja ka iden Ministri i Arsimit se çfarë do të thënë fjala privilegje. Nëse ka ndonjë njeri më të privilegjuar në këtë vend, ajo është Ministri i Arsimit. Se duhet të ketë vjellë mushka që të kesh fatin me atë mendje që të bëhesh Ministri i Arsimit. Bravo! Ministri i Arsimit do të ishte personazh historik sot, sikur ne të kishim ndonjë poet si Panoli. Fatkeqësisht ne nuk kemi poet si Panoli, edhe nuk ka kush shkruaj ti halim që s'di këndim, po është ministër për arsim. Që fatkeqësisht ministria do na mbes jashtë librave të historisë. Kryeministri, sharlatani që ka emëruar halimin ton në Ministrinë e Arsimit, ka thënë para ca ditësh dhe thot her pas here me imagjinatën e tij interesante, se deri më tash universitetet publike janë trajtuar si të nënës e universitetet private si të njerëkës. Tani, mendja ta do që nëna trajtojnë mirë e njerë ka keq. Unë nuk po merre me sa e ka trajtuar kryeministri dhe si e ka trajtuar kryeministrat vazhdim universitetin publik, po dua të bëj një pasqyrë se si i kanë trajtuar qeverit tona universitetet private në këta le të themi 16 vjet. Në 1999 qeveria asokoshme socialiste miraton një ligj i cili lejon hapjen e universiteteve private. Tani shikoni kontradikt në terma, universitet, universale dhe private. Kuleta ime është private, nuk mund tjetë edhe universale. Kështesh është universale, është publik, pikërisht sepse nuk mund tjetë private. Saj në logjik i thonë oksimoron, po punë e madhe forse dhe kushe shakokën për logjikën. Në fillim të viteve 2000, fillojnë të hapen universitetet e para private, të licencuara nga shteti dhe të privilegjuara nga shteti. Nga fillimi viteve 2000 deri më sot, ne jemi përpara hapave të njëj pas njëshme, të qeverive të njëj pas njëshme për privilegjimin e atyre që s'po dua t'i quaj universitete private, s'do shkonte më shumë diplomore private. Çfarë kanë bërë qeverit njëra pas tjetrës me diplomoret private? Në fillim, nuk kanë miratuar lloj-lloj programesh formale. I kanë lejuar të regjistrojnë studentë, i kanë lejuar të tarifojnë si udoqefi. Pastaj u kanë dhënë mjedise publike, me qira ose u kanë shitur me çmime qesharake. Zor se gjenë sot një diplomore private që nuk është në një truall ose në një ndërtesë që deri tje ka qenë publike. Dhe ndërkohë që shkollat publike me zi fusin nxënësit dhe studentët në për auditor, të privilegjuarit e privatëve gëzonin qera qesharake dhe çmime blerje po aq qesharake. Po nuk mjafton me kaq. Qeverit e një pasnjëshme vazhdonin miratonin vendime që i shtynin punojnës të administratës të bënin lloj-lloj masterash pra të regjistrohesh në universitetet private. Imagjinoni një mësues historie, i cili kishte 30 vjet që jepte histori dhe që Ministria e Arsimit i thoshte, ti nuk mund të jesh më mësues, po nuk bëre master. Dhe në qoftë se të gjithë mësuesët do bëjnë master, universitetet publike nuk i fusin dot gjithë brenda dhe detyrohen të shkojnë në universitetet private. Ja dhe një privilegj tjetër, po nuk mjafton vetëm kjo. Njëkohësisht qeverit e një pasnjëshme kanë rritur tarifat në universitetet publike pikërisht për ta bërë hendekun tarifor midis atyre dhe privatëve gjithçka e më vogël. Po jo vetëm kaq, fatkeqësisht. Qeveria jonë aktuale po ndërmerr hapin e fundit, i cili nuk është gjë tjetër vetë se financimi, pra mbajtja me para e diplomoreve private që ato mos falimentojnë brenda logjikës që kanë zgjedhur vetë. Mos harroni, këto janë institucione private që gjithë ditën atë çajnë kokën për tregun dhe nuk pranojnë dot parimin kryesor të tregut. Falimento, po nuk ishe i zotit rivalitos, dot institucionet publike. Universitetet private, pa çka se kanë pas përballë elefant ngordhur si universitetet publike, prapë se prapë nuk ja kanë arritur t'ia dalin konkurrencën e tyre të ndershme dhe prandaj po kërkojnë nga babai i shtet që t'i financojë ato. Ata po kërkojnë të marrin privilegjet
ose më saktë të marrin të drejtat e atyre që janë, le të themi, në fund të shoqërisë. Dhe unë tani pyes. Ore, në qoftë se kjo është njerëka, në qoftë se qeveritë e një pasnjëshme i kanë trajtuar universitetet private si trajton njerëka fëmijën e burrit. Ore, për çfarë dreqin atë duhet nëna?